Qëndrimi shumë kohë para celularëve është kthyer në një shqetësim global kohët e fundit. Teknologjia është bërë pjesë e çdo procesi të ditës në jetën tonë. Ky është një zakon i të gjithëve. Por ekspertët e shëndetësisë deklarojnë se ngrënia e ushqimit para televizorit ose në kohën që mban telefonin në dorë ndikon negativisht në shëndet edhe peshë. Personat që e bëjnë këtë gjë kanë tendencë të shëndoshen më shumë. Ekspertët thonë se kur shet televizor apo kur lundron në internet nëpërmjet celularit, humb përqendrimin nga ngrënia dhe truri ynë nuk e regjistron këtë fakt. Kjo bën që pas drekës apo darkës të ham sërish diçka të lehtë. Për eksperiment, u morën 39 persona me shëndet normal dhe rezultati ishte bindës.